Tema e dytë që do ta trajtoj sot ka të bëjë me ish-gjyqtarët dhe ish-prokurorët serb. Më lejoni që të ndaj me ju disa informacione të rëndësishme për cilat jam njoftuar së fundi. Dhe pikërisht kjo është arsyeja që po e adresoj edhe në këtë konferencë. Referuar të dhënave që kam në dispozicion, ish-gjyqtarët dhe ish-prokurorët serb, sikurse edhe stafi mbështetës administrativ, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë financiarisht nga Serbia. Pjesa dërmuese e tyre kanë pranuar dhe vazhdojnë të pranojnë mjete financiare në forma të ndryshme nga Serbia, që nga viti 2017 e deri më tani. Pra, edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë prokuror dhe gjyqtar në institucionet e Republikës së Kosovës, pra janë paguar nga Serbia. Lojaliteti dëshmuar për Serbinë është përblyer edhe me mjete financiare në kohën kur është pritur që të njëjtit të ushtrojnë mandatin e tyre në dobi të qytetarëve referuar ligjeve dhe interesave të Republikës së Kosovës. Ka shumë raste, disa prej tyre janë edhe publike, ku ish-gjyqtarë dhe prokuror kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi, si dhe në Kosovë, ku janë diskutuar plane dhe janë ndërmarrë veprime përfshirë edhe bllokimin e rrugëve, për të kundërshtuar institucionet e Kosovës në përpjekje për zbatimin e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit tonë, pra në dobi të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për shkak të ndërhyrjeve nga Serbia dhe lojalitetit të dëshmuar, në shumë raste administrimi i drejtësisë ka dështuar në të kaluarën në veri dhe ka dyshime të bazuara që ato veprime kanë qenë të qëllimshme dhe të instrukturuara nga qarqet e lidhura me krimin, por edhe me pushtetin në Serbi. Një pjesë e konsiderueshme e tyre ka dëshmi të kenë kryer edhe aktivitete tjera të kundërligjshme, dyshimta, duke u angazhuar me punë në shërbim të strukturave ilegale serbe që kanë operuar në Kosovë me theks të veçantë në pjesën veriore të vendit tonë, duke rënë kështu ndesh me rendin juridik kushtetues të Republikës së Kosovës. Pagesat pra që shumica prej tyre kishin filluar t'i marrin që nga muaji tetor 2017 dëshmon se ata kanë cenuar integritetin e institucionit në të cilin kanë punuar edhe para dorëheqjeve të tyre. Të nderuar gazetar, legjislacioni në fuqi përcakton se mandati i prokurorit apo i gjyqtarit përfundon me dorëheqje. Ky efekt nuk varet nga ndonjë vendim politik dhe as nga ndonjë akt diskrecional i këshillave. Dorëheqja është fakt juridik që sjell përfundimin e mandatit dhe pasi ky efekt është prodhuar, ligji nuk parasheh asnjë mekanizëm për rikthimin në të njëjtin mandat. Legjislacioni në fuqi nuk i jep asnjë kompetencë ligjore, as këshillit prokurorial dhe as këshillit gjyqësor që të anuloj pasojat e dorëheqjes apo të rivendos një mandat që ka përfunduar. Ushtrimi një kompetence që nuk ekziston do të ishte vetë shkelje e parimit të legalitetit. Bazuar po ashtu në legjislacionin në fuqi, në rast të dorëheqjes së prokurorit apo gjyqtarit, këshillat obligohen që t'i propozojnë presidentit lirimin nga detyra. Ky është një detyrim ligjor dhe jo një mundësi interpretimi, prandaj edhe jam drejtuar këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial, që të më dorëzojnë emrat e atyre që kanë dhënë dorëheqje nga sistemi. Pra, mua më pamundsohet ushtrimi i përgjegjësive, sepse për momentin Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i dorëzon dorëheqjet, pra kërkesën për lirim nga detyra të gjyqtarëve që kanë dhënë dorëheqje. Në linjë me përgjegjësitë e mia kushtetuese, unë sot thras Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të ndjek praktikën e Këshillit Prokurorial të Kosovës.